presim ndryshim qëndrimit për shkak se është shumë e rëndësishme postimi në vend. Edhe një për shtetërorët e Republikës është e parashtyshme për secilin deputet që çohet, veshet, ndreqet, vjen kuvend të Republikës edhe nuk jelle shek. Nuk voton as për, as kundër, as nuk abstenon. Çka një të bunë këtë drejtim si partia fituese e zgjedhjeve? Për neve si parti fituese e zgjedhjeve, ata po thonë përgjegjësia më e madhe na bie neve. Si përgjegjësi më e madhe na i kemi 57 deputet që votojnë. Atëherë ma tregoni pse veç 4 deputet të opozitës nuk janë pro konstituimit të kuvendit. Atë që përgjegjësia jonë më e madhe po që 57 dhe 4 të tjerë të morë, s'po kupi opozitës 4 deputet të jenë të përgjithshëm për me kalu këtë ngërsht të konstituimit të kryesisë së kuvendit. Kështu që për neve është jashtëzakonisht e rëndësishme që kur të vish si deputet tot duhet me votu dhe që kjo është puna se A i beson në shqipe selimit? Apo të një më bu kuvend, shqipe selimi ka dhona ushtë. Raportoni se kote. Pyetja jote? Shqipe selimi, nëse del. Na e kemi kandidu Albulena Haxhiu. S'ka tjetër më bu. Nuk ka vërejtje kërkush as për juve, as për qytetarët për Albulena Haxhiu. Është dobi qytetarë më ndryshu, a për arsyeshme me dol me të qëndru kundër. Unë mendoj që opozita do të merujt këtë energji kundër Serbisë, jo me luftu Albulenin. Është me interes Kosovë të Albulena. Kryesia e kuvendit i takon lëvizjes vetëvendosje, PDK-s, LDK-s dhe dy anëtarëve të komuniteteve pakicë. Pro, kushtetuta e ka caktuar që kryesia e kuvendit i takon krejve bashkë. Te qeveria ka thonë fituesi i ko 2 ovdet afat për mi bo numrat. Nëse si ban, i kalon personit të dytë. Ata po thonë ju keni ndëshkuar zgjedhje për këtë sjellje për këtë blokadë që për neve është me rëndësi kush është bllokuesi. Unë prapë po them, si deputet e lëvizjes vetëvendosje, unë komord edhe po votoj për. A mendoni që qytetari ka me qytetari ndëshkon ato që nuk voton, jo ato që voton. Besoj që këtë opozitën mos me votu as pro as kundër, edhe sa herë. Po nas do të mi prit. Pyetja është mja bë opozitës pse jeni të orë kur s'votoni as për as kundër as abstenoni. Cili është roli i deputetit që vjen këtu, çohet mëngjes edhe nuk voton. Edhe jena tu fol për komisionin. Këtu as komisioni s'u kalu. Prej para 48 orëve, është ndërmarrë ndaj prej lëvizjes vetëvendosje që më u parafru me dikën që me mund me qetë një zgjidhje. Po, do më thonë, une tash jo 48 orë, po më tham, rrafsh para seancës, po i baj thirrje gjithë deputetëve të opozitës për me votu dhe me kalu këtë mërës, për shkak se kryesia e kuvendit na takon krejve. Po, une, qysh edhe pibani publike ju lojmet ku na po diskutojmë në kuvendit Republikës. Unë i baj thirrje çdo herë sa të vi, edhe Besionit, edhe Arben Goshit, edhe i baj thirrje tash edhe piktuit gjithë deputetët të opozitës për me votu. Për shkak se është e parasyshme, unë di që janë fut me një udhë pa kry, njëjtë për m'ia kujtu juve të verifikimi mandateve ku po të një pa kry aty dhe pastaj e ndërruan mendim. Unë mendoj nuk ka morë me ndërruan mendim, është morë me qëndruar në pozitën që jemi. Edhe e vetmja pyetje që s'pja bani është LDK-ja, a ka postu me 8 prill dhe ka thonë që na nuk do ta pengojmë konstituimin e kuvendit. Pse s'pja bani pyetje lumirit, pse ka rrajta vlerë? Pse tash ti pe bllokon? Pyetja me tonë zhvillime globale. Unë po do me lidh me kuvenda, kush s'është? Po kujna s'pjani. Sikur juve deputetëve po kanë të gjithëve. Ani s'pja bani pyetje. Po jam të votu. Po jam të votune. Po e ke zgjidhur. Apo votoj unë për. Edhe ju keni zgjidhur. Po po na e kena zgjidhur apo votojna për. Sipas propozitit. Pyetja, a i notë vini tjetër. Jo besoj punë notë. Na kemi propozimin ata kanë neve. Kushtetuta ka thonë, kur ju ka ro këtyne taman, e ka ndrejsh vetit. Tash neve për na bjen propozimi dhe aktë gjykimi gjykatës thotë propozimin do bëj lëvizja vetëvendosje. Na e kena propozu. LDK-ja ka dol ka thonë jo më herët që na nuk do ta pengojmë konstituimin. Tash kush do të pengu konstituimin? Jo të gjithë. Zotri Basha. A ka jo se s'kupton, s'marr vash këtë punë hiç. E çysh e pengojnë që votoj për, a? Edhe ju e keni zgjidhur që ja kanë propozuar atje. A është njëjtë sikur unë që votoj për sigurai që ka thonë votoj dhe pastaj s'po voton. Kush do të rraj këtu? Njëjtë, por edhe ju keni mundësi. Është njëjtë. Faleminderit. Do të thonë nuk është njëjtë. A pishet që vetë e gjetë vetëm. A ki mundësi me zgjidh, nuk e gjetë vetëm. Po e zgjidh vetëm.